U kthyer në studio e tash është momenti që në pjesën e parë si çdo të premti kemi më të rejat nga sporti vendor e ai ndërkombëtar. Zakonisht e kemi kolegun tonë Endrit Jashani. Mirëmëngjes Endrit. Mirëmëngjes Jos. Si je? Mirë. Ç'është ke kalu? Mirë, me punë. Si gjithë. Jo? Ka pas shumë apo lome? Mirë. Po ka pak. Ka pas ndeshjet shumë të ndënisi, po ndoshta pas ndeshjes shumë komentume mes Serbisë dhe Shqipërisë, ishim dalë tek ndeshja që Shqipëria ka pas me Letonin. Po. Çka po vritet pas atij rezultati, pas atij barazimi, ka diçka ndonjë shpresë dikon? Shpresat matematikisht ekzistojnë, ndonse tashmë janë shumë të vogla. Pas barazimit me Serbinë, në të cilën nuk është që luajtëm edhe aqka që patëm rastet tona, patëm një penalti të humbur, po ashtu rastet tjera në pjesën e dytë. Në ndeshje me Letonin ishte një Shqipëri krejt tjetër. Në përballje me vendin e 138 në renditjen botërore të FIFA-s, ne arritëm një barazim, madje fal një autogoli. Pra as nuk shënum vetë në atë ndeshje, pra një Shqipëri që moti nuk e kam po në këtë gjendje kaq të rëndë, ndoshta ishte lodhja në ndeshje ndaj Serbisë 30 me herët, apo nuk e di, megjithatë impenimi i lojtarëve nuk ishte ai që ka qenë në këto të paktën 2 vitet e fundit. Pas këtij barazimi, tani Shqipëria i ka 5 pikë, një fitore, 2 barazime dhe një humbje ndaj Anglisë. Momentalisht është e dyta, megjithatë Serbia ka 2 ndeshje më pak, edhe me këto 2 ndeshje mundet me i dyfishu pikët e tona, me shku në 10 pikë. Neve na nevojitet matematikisht, gjasat ekzistojnë, por duhet me mposhtë Andorën edhe Letonin në ndeshjet e ardhshme, po ashtu edhe me mposhtë Serbinë në ndeshjen e kthimit në Serbi, edhe po e lëm këto që Anglia vetë se e mposhtë Shqipërinë, në anën tjetër Serbia duhet me mposhtë në 2 ndeshjet nga Anglia, e po ashtu edhe nga ne, që me Shqipëria me pas gjasa për vendin e dytë që dërgon në play-off për kualifikim në kampionatin botror, e që do të ishte historik, pasi që Shqipëria dim që ka shku në 2 kampionate evropiane, megjithatë nuk e ka shijuar ende pjesëmarrjen në një kampionat botror. 2 ndeshje shumë të rëndësishme me shumë vëmendje, sidomos ajo në Tiranë, e po ashtu ndeshje shumë e rëndësishme ishte edhe ajo në Riga të Letonisë, megjithatë 2 ndeshje, 2 rezultate të cilat nuk e kemi pritur as pak, kemi menduar që do t'i marrim 6 pikë nga këto ndeshje, jo -4, qysh ndodhi në fund. Në ndeshjet e ardhshme kualifikuese të Shqipërisë do të zhvillohen në shtator, pastaj në tetor edhe nëntor përfundimisht. Dje doli lajmi që ndeshja mes Serbisë edhe Shqipërisë do të zhvillohet në Beograd, në stadiumin e Beogradit, stadiumin më të madh që ka Serbia me rreth 52.000 ulse. Aty do zhvillohet edhe ndeshja ndaj Anglisë fillimisht në shtator, pastaj më 11 tetor do të jetë ndeshja ndaj Shqipërisë në atë stadium. Në ndeshjen e vitit 2014, në ndeshjen e famshme, përballja ishte zhvilluar në një stadium tjetër, në stadiumin e Partizanit, kurse tani do të jetë në stadiumin me më së shumti ulse, pra do të jetë një atmosferë e madhe që do t'i pret kombëtaren e Shqipërisë në Serbi, e që fitoria aty është mundësia jone vetme për me siguru të paktën vendin e dytë që dërgon në play-off. Kur jemi të ndeshjet, edhe Kosova i ka zhvilluar 2 ndeshje miqësore në përgatitje për kualifikimet për kampionatin botror. Po të shtapër edhe se me kalu të Kosova pas ndeshjes Shqipërisë me Letonin, ishte trajneri i kombëtarës shqiptare ai i cili mori kritika dhe paka shumë u pyet edhe pse është një rezultat i tillë, pse ka një lojë të tillë nga ekipi shqiptar, duke që ai nuk preferoi të përgjigjej edhe paka shumë nuk dha ndonjë përgjigje sa i përket rezultateve
dopta nëse po, dhe me i e vërtet, padyshim që barazimi me Letonin me vendin në 138 në botë është një rezultat i dobët. E kanë thonë plot analist dhe opinionist të futbollit që Letonin duhemi me mposht edhe pa trajner, pasi që është ekip i dobët nën mesatare edhe Shqipëria ka kualitet shumë herë më të madh se sa Letonia. E çka është më e rëndë është që ne e fituam një pikë, nuk është që e meritum ndoshta fitore në atë ndeshje, për shkak se Shqipëria nuk tregoi absolutisht asgjë në atë përballje. Madje Letonia kishte edhe një penallti të humbur, ishte Strakosha që priti një penallti në pjesën e parë, pasi që ndoshta edhe do të dilnim me humbje komplet në atë ndeshje. E trajneri Silvini është kritiku shumë për përzgjedhjen që ka bërë, edhe për zëvendësimet që i ka bërë pikërisht në këtë ndeshje. Po vazhdon me marrë kritika që prej kampionatit evropian të vitit të kaluar. Në ligën e kombeve Shqipëria dështoi duke mbetur në pozitën e fundit, duke rënë në ligën C të ligës së kombeve. Tashmë në kualifikimet për kampionatin botëror është larg pritshmërive, larg atyre pikëve që kemi menduar që do t'i kishim në këtë fazë ku jemi tani. Edhe shumë kush po mendon që është koha që Silvinio të largohet nga stoli i përzgjedhësit të kombëtarës shqiptare. Mbetet me po se cila do t'jenë zhvillimet në vazhdim. I kemi 3 muaj përpara ndeshjeve të ardhshme të kombëtarës së Shqipërisë, e të cilat do t'jenë shumë të rëndësishme, pasi që ka qenë një grup i favorshëm, edhe pozita e dytë ka qenë dhe është faktikisht e arritshme për Shqipërinë, edhe çdo pozitë tjetër përveç pozitës së dytë ndoshta do të ishte dështim për kombëtaren shqiptare në futboll. Okej. Tash po kalojmë te Kosova edhe ndeshjet miqësore. Po, përveç Shqipënisë, për dallim prej Shqipënisë, Kosova na gëzoi, megjithatë ishin ndeshje miqësore. Kosova fitoi ndaj Armenisë, e më pas edhe ndaj ishujve komore, duke realizuar 2 fitore me shumë gola, e që e përgatisin ekipin sa më mirë për ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror që nisin në shtator. Kosova është në grup me Zvicrën, Sloveninë dhe Suedin, një grup shumë i fortë. E kujtojmë që vendi i parë shkon direkt në kampionatin botëror, kurse vendi i dytë shkon në play-off. Pra është mjaft vështirë për me siguru sidomos vendin e parë, pasi që si Zvicra ashtu edhe Suedia, ndoshta Slovenia më pak, janë favorite për me fitu grupin. Ku jemi te këto zhvillime në kombëtarën e Kosovës, së fundmi para 2 ditësh doli edhe një lajm se përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, është duke u kërkuar nga një klub i Emirateve të Bashkuara Arabe, Al Wahda. Madje ka pasur bisedime mes përzgjedhësit gjerman edhe ekipit arab. Mbetet më pas se a do t'ja vjedh ai ekip trajnerin Kosovës, edhe pse Foda ka kontratë me Dardanët deri në shkurtin e vitit të ardhshëm. Megjithatë, mbetet më po ishte presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, i cili doli me një njoftim duke thënë se Franco Foda ka kontratë me Dardanët edhe ka obligime kontraktuale ndaj Federatës së Futbollit të Kosovës. Megjithatë nuk i mohoj, as nuk i pohoj zërat se a ka pas apo jo bisedime mes 2 palëve. Kosova gjendet në një grup të cilin edhe mund ta fitoj, edhe mund ta humbas, megjithatë ka shenja përmirësimi të Dardanët, sidomos me faktin që tashmë e kanë siguru promovimin nga Liga C në Ligën B të Ligës së Kombeve, duke mposhtur Islandën në play-off, dhe në sezonën e ardhshëm të Ligës së Kombeve do të garojnë në nivelin e dytë prej të gjitha kombëtareve evropiane, çka është një arritje historike, pasi që kur më parë nuk kemi luajtur në Ligën B të Ligës së Kombeve. E në shtator i presim me padurim ndeshjet, sidomos ato ndaj Zvicrës, ku kemi edhe disa shqiptarë që luajnë në atë kombëtare. Mbetet më pas, sidomos do të jetë ndeshja e parë në shtator, do të jetë pikërisht ndaj Zvicrës në
Zvicër, do të nisim kampanjën ndaj tyre, do të përfundojmë pikërisht ndaj tyre në ndeshje në stadiumin Fadil Vokrin në muajin nëntor. Pra i kemi 3 muaj ku do të zhvilloj kombëtarja e Kosovës 6 ndeshje e mbetemi me shpresë që me siguru pse jo një kualifikim historik në një kampionat botror, çka do të ishte hera e parë për kombëtaren e Kosovës me e arrit një qëllim të kahmoqëm. Po. Kur jemi tek interesim ka pas edhe nga klubi i Atlantës për lojtarin me prijare kosovare Don Zhegrovën. Po. Duket që dita ditës ekipet vetëm sa po e rritin interesimin për një lojtar 3 i cili duket jetë energjik edhe këqaj suksesshëm. Padyshim, Don Zhegrova ka tregu paraqitje fantastike në këtë sezon, sidomos në pjesën e parë të sezonit, pasi që në pjesën e dytë edhe u përball me disa lëndime që ja pa mundësun me tregu vetën, por në pjesën e parë të sezonit ishte i pandalshëm, ka pas interesim zyrtar nga Napoli, megjithatë kampioni i Italisë u tërheq nga interesimi, kurse dje doli lajmi nga Corriere di Bergamo me djumi i afër me qytetin e Bergamos ku luan Atalanta, se ka një interesim nga ekipi italian, edhe ju vetëm ai, megjithatë pritet që Don Zhegrova këtë verë me bën një transferim në një klub tjetër më të madh se sa Lille, edhe mbetet me u po se ku ka me kon fokusi tim, por sipas gjitha gjasave do të jetë Italia, madje ka pas zëra edhe për një transferim të mundshëm në Milan, atje ku tashmë drejtor sportiv është ish futbollisti shqiptar Iglitare, edhe ai njihet që shpesh ka marrë edhe si të llaç që ka marrë shumë futbollist shqiptar në ekip, mbetet me u po se çush ka menduar në Atalanta, Don Zhegrova do të gjente Berat Gjimshitin, kapitenin e kombëtares shqiptare, në Napoli do të gjente Amir Rahmanin, po ashtu kapitenin e kombëtares kosovare, 2 qendër mbrojtësat, edhe mbetet me u po se cili ka me qenë drejtimi i Don Zhegrovës, megjithatë një gjë është kogja e sigurt, e ka thonë edhe vetë Doni që gjatë verës do të ndryshoj ambient. Vetëm më po, se cili ka me qenë ekipi. Ku jemi te këto ndryshimet e ekipeve të lojtarët shqiptar, edhe për Amir Rahmanin ka pas interesim serioz nga klubet e Arabisë Saudite, nuk është bërë ditur se cili klub, megjithatë mediat italiane kanë shkruar se ka pas kontakte mes rrethit të Amir Rahmanit edhe një klubin nga Arabia Saudite, e që kontrata thuhet të jetë kogja e majme për Amir Rahmanin, megjithatë tashmë Amir Rahmani është mes karrierës së tij si një kampion me Napolin, edhe me zgjedh parat në anën tjetër, megjithatë kjo është momenti ndoshta i fundit që për Amir Rahmanin për me zgjedh një rrugë ku mundet me fitu kogja shumë para, pasi që tashmë është verse 31 vjeçar, edhe po shkon drejt përfundimit të karrierës, edhe pse është në një formë shumë të mirë përkundër moshës që ka. Po. Ishëm dalë pak edhe tek një lojtar tjetër në Kosovan, një që është pikërisht Ardënia Shani, i cili mund të konsiderohet një tjetër sukses për futbollistat me prijare kosovane, që është raportuar që është ndër më të shtrenjtit në Belgjik. Është një lajm i mirë. Dje bile gjithmonë po dalin talenta të rinj. Absolut, po sidomos Ardënia Shari në këtë sezon, Ardënia Shari mbron gjyrat e kombëtarës së Zvicrës mes fushori, edhe ai ka qenë mjaft i sinqert kur është ftuar nga kombëtarja e Kosovës, sepse ai e ka mendjen vetëm te kombëtarja zvicrane, edhe nuk ka bërë kurfar kalkulime për përfaqësimin me Dardanet. E në këtë sezon me Club Brugge, Ardënia Shari ka qenë i jashtëzakonshëm, edhe me të drejtë prej 400 diçka lojtarëve që janë të analizuar, që janë pjesë e elitës së futbollit belg, Ardënia Shari ka vlerën më të lartë sipas Transfermarkt, 32 milion. Është vlera e tij, edhe
sidomos në këtë verë, pritet që ai me ndryshu ambiente dhe me shku në një klub shumë të madh. Ai bashkë me Granit Xhokën po e mbojnë borën kryesore edhe te kombëtarja e Zvicrës, sidomos në 2 ndeshjet miqësore që i patën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shënuan fitore, edhe po bëhen gati për ciklin kualifikues për kampionatin botror. Edhe në vitin 2024 Ardënia Shari ishte pjesë e Zvicrës në kampionatin evropian, ndonse nuk pati minutazh të mjaftueshme, e pas kalimit të Club Brugge, edicionet që lan pas, ai shpërtheu me paraqitje shumë të mira, edhe për një me tash mbetet më po se cili do të jetë destinacioni, po një gjë është e sigurt, Ardënia Shari ka me ndryshu ambient gjatë afatet kalimtar të verës. Okej. Pa në fund, Endrit ishim dalë pak edhe tek një lojë themi simpatike që zhvillu një futboll me syjeve, pa të mundësin me pa shumë këngëtarë politikan, aktorë cilët u bën zbashku për një ndeshje e cila mbi gjitha doli tjetë edhe interesante, edhe simpatike. Po, ishte ndeshja e yjeve që u zhvillua të mërkurën, nëse nuk gaboj, në stadiumin Fadil Vokri, me kapiten Edon Zhegrovën dhe Mbilot Rashicën, e ku pjesë e tyre ishin sportistë të ndryshëm, këngëtar, artist, nga të gjitha fushat që morën pjesë. Ndeshja përfundoi me rezultate barabar 6-6, bile prita unë mos po vazhdojnë me penalti, po e mbyllën aty. Ishte shumë interesante me i po gjitha artiste, politikane, në gjitha sferat, në një ndeshje futbolli, donse dorën zemër shumica prej tyre nuk ishin në formën optimale fizike. Mësoj po ishte aktoni Vedat Bajnoami, Avri Muqiqi, Lumina Brigjiku. Përparim Roma, këngëtarët Fero, Mike, DJ Dax, DJ PM. I pranishëm ishte edhe Kapital T, po nuk e di nëse në fushës e veç për knarës. Geto Gjizi, Ermal Fizullo ishin po ashtu, me gjithatë nuk lujtën. Trajner të 2 skuadrave ishin Afrim Tovelloni dhe Abner Morina për njërën skuadrë, edhe Ismet Munishi në skuadrën tjetër, edhe ishte shumë interesante. Këpote edhe lojtarë tjerë përveç Edon Zhegrovës, edhe Mbilot Rashicës, ishte Albion Rahmani, Meriton Korenica, Besnik Krasniqi, kërkoj falje nëse po harroj, dikon se ka pos shumë lojtare, shumë zëvendësimi e mbo vazhdimisht në atë ndeshje, po ke diçka interesante, ndonë se u zhvillun veç 60 minuta, ka 30 minuta pjesa për shkak edhe të gjendjes fizike të shumë prej pjesëmarrësve aty. Amo ishte diçka interesante. Shpesher sporti i thyë ndështë edhe ato dalimet edhe bingjet. Edhe ajo u bo pikërisht ditën e shtërimit të kryeqytetit Prishtinës, edhe ishte një ndeshje humanitare, shkoj për gjitha të hollat që u mblodhen në atë ndeshje, shkuan për të prekurit me sindromin Down. Një gjë shumë e bukun. Padyshim që po, edhe pati shumë shikus, ndonë se nuk ishte i mbushur stadiumi ploti, me gjitha një 7.000-8.000 shikus ishin të pranishëm. Në ndeshje dhe për një me po në spektakull, në këqyra prej televizorit të puna, edhe u knoqa ishë interesant me po një ndeshje t'ju. Unë e poshë edhe një moment shumë simpatik mes Vedat Bajnoamit edhe Avri Muqiqi që ishë bovina. Edhe kërkon penalti Avrimi. Shumë interesante, gjithsesi shumë i që ka pas një gjani e tilla që më shumë që ndoshta ka pas edhe një karakter human. Po edhe kjo tash ka nisë më bo edhe si traditë edhe edicionin e kalum është bo një ndeshje e tillë, edhe besoj që ka me vazhdu edhe viteve të tjera, edhe për shkak të asoj që për të cilën mblidhen, edhe për shkak të datës. Okej, Endrit. Qëto edhe kisha përmen edhe Portugalin që ka fitu ligën e kombeve dilën, ka mujtë Spanien, Ronaldo ma në fund e fitoj një trofej edhe me është interesante e një lojë të dinamike edhe sidomos ndoshta për klasit e të dyja ekipeve, ka qenë një lojë plot adrenalin. Po, edhe dhe momentet e fundit. E zgjati. Do me thonë 5-4 Portugalia fitojnë penalti, edhe përdej penaltin e fundit nuk u dit ku Alvaro Morata e humbi penaltin, Portugalia ju gëzu triumfit të dytë në ligën e kombeve, në 3 sezonet e zhvilluara, Portugalia 2 herë fitoj
Ligën e Kombeve. Ronaldo në moshën 40 vjeçare fitoja një trofe, duke qenë kogja i rëndësishëm për Portugalin në këto ndeshje. Shënoj në gjysmë finale, shënoj edhe në finale për ta barazuar rezultatin 2-2, por më pas u lëndua edhe u vrejta i gëzimi madh pas fitores. Për me meriton, është një prej, po është lojtari futbollisti më punëtor që ka por historia edhe në moshë 40 vjeçare ende, po për nuan kondicionin. Për ruan kondicionin edhe e ka të njëjtin vullnet që ka pas qysh në moshë më të re, edhe tash po bëhet gati edhe për kampionatin botror vitin e ardhshëm. Sipas gjitha gjasave do të jetë pjesë e Portugalisë edhe në botror, duke synu me fitu të vetmin trofe që nuk e ka arrit me fitu në karrierën e tij, Kupën e Botës. Fatkeqësisht nuk ka një kupë bote për të ende. Mbetet më po në 2026 në botror në Amerikës se çka ka menduar. Portugalia ka një ekip shumë mirë, dorën zemër. Ne e pom janë 8 luftanak. Po, edhe e ka një Nuno Mendes, një Vitinha që janë si vjet me Paris Saint-Germainin ishin të jashtëzakonshëm. Vitinha një mesfushor fantastik, po ashtu edhe Nuno Mendes një mbrojtës i majt i pa diskutueshëm, po me Lamine Yamal nuk e la frymë morë, që thojmë na Yamalin talentin e madh të futbollit, edhe shënun fitore në fund. Ndoshta kjo është ajo që e karakterizon Cristiano Ronaldo si lojtar, është pikërisht kjo lufta që e ka pas me veten edhe me gjitha ekipet. Sidomos me pak më ansueshëm duket në këtë aspekt, pavarësisht që kanë dalë shumë talenta të rinj edhe shumë emra. Kjo po vazhdon, bile e posh një foto, kjo jetëgjatësia e Cristiano Ronaldo, do më thonë kohën kur ka lujt kundër Zinedine Zidane, edhe tash, duke lujt në duel, ishe edhe fotoja në duel me Lamine Yamal, do më thonë dallimi në kohë. Faktu vu në pikpyetje dhe talenti Yamalit në të ndeshje, se sa mundet me qenë afat gjatë një talent, ose ndoshta veç është bonil i panakoshëm, është palla si sa. Dorën zemër tash, ky ka disa deklarata të pamatuna, Lamine Yamal, edhe po kur të e këshyrum kënej është veç 17 vjetë, dhe nuk mundem janë zonë e fort për të madhe. Me që dhe atë duhet me i folë, për një me duhet me i folë dikush edhe... Ç'ke thonë duhet me i folë dikush në shpisë? Me ullë me kom tokë, për shkak se është një periudhë shumë e ndjeshme, sidomos për një futbollist që ka arrit një fond kaq të madhe, një kohë të tillë, që me vazhdu me punu me kokën poshtë, edhe me vazhdu me dhonë që të gjithë këtë potencialin që e ka posë, në vazhdim me gjitha të. Kështu kanë bënë edhe Cristiano Ronaldo edhe Messi edhe A dëshem, me gjitha të, që ka bo Lamine Yamal me 17 vjetë, nuk e ka bo as Messi as Ronaldo. Do më thonë është diçka që nuk e kemi po nështë. Veç letire në dikush gati. Letire do të minaj dikush gati pasore. Se i ka disa deklarata të pamotura, po kënej kur të përnime, në mujna me folë me to, po kur të menojsh ne e 17 vjetë, i ka gjirë të asu një bim qofë. Okej, Endrit, faleminderit shumë për gjitha detajet, si po knatësi, tash po javrohemi drejt fundit në ngjanjeve sportive, lojrave, rezultateve. Po, amo tash në prejt dilës, kam janis Kupa e Botës për klube. Ato kemi edhe një muj ditë që me folë. Për çka me folë? Kupa e Botës për klube do të filloj të dielën në orët e para të mëngjesit, me Inter Miami me ekipin e Messit që e nisë këtë ngjarje. Është për herë të parë zhvillohet me 32 ekipe ose 36 ekipe, nuk e di. Kupa e Botës për klube përfshin disa ekipe nga Evropa, edhe për gjatë një muaji do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi me diskutu edhe një muaj ditë për këto, mas nej. Okej. Të këshyrëm. Qa buhet si të jetë. Faleminderit shumë. Mersi e inja, Jos.